do të jemi ndershëm, është për mua, kjo është qasja ime sepse unë rri me njerëz dhe thjesht. Pra, në jetën e përditshme jetojnë lushnje, rri po me ata shok, qoftë partjak apo qoftë njerëz thjesht rrin të gjithë se Jo, rri po me të njëjtin njerëz që kam qenë dhe pa u bërë deputet në këtë sens ta them. Do thënë, rri po të njëjtët ato kavet që unë i kam bërë gjithë ditën në lushnje edhe kur kam qenë avokat, po të njëjtët qëndrim kam, pra nuk ka ndryshuar mënyrat jetesës. Dhe kategoria me të cilën unë jam në kontakt përditshëm dhe për shkak të avokatisë që kam pas, me thënë njerëz që për hallet problemet gjatë gjithë kohës, patjetër që jam kontakt në përditshmëri të hallet problemet që ty. Duke qenë se njoh shumë fermer, por dhe politike, duke qenë që kam qenë kryetar partie, sekretar dege partie, pra kryetar i njoh, kam lidhje me shumë kryetar grup seksione që merr me fshatin, hallet problemet bardhë për ditë. Po duke qenë dhe fisi i madh taj spitali Lushnjë për shembull me bie halli po për ditë. Pra u smur një nga familjar, do vem në atje se do vem gjithë si fis, o që ka u smur të shikojmë, nuk ka vigon, i këti qik meri paracetamol, i ke meri termometra se s'ka, ati bem që ka skane ati për jashtë ata i tjetëri, ja të vem të ky, pra ideja është që duke jetur me atë qytet, dhe duke pas dhe një qasje shumë popullore, mund ka ardhë natyrshëm kjo me bë këtë. Para njerë, të gjithë shokët e miku, që nga fjallimi parë, por dhe këte i thonë, por edhe atje së ndryshove, nuk e ndryshoj. Se ti e shoqëron enkas, besoj unë, edhe me dialektin më shumë se ç'duhet të theksuar. Jo, kështu kam flet, nuk e kam ndryshuar kur lushnjar. Jo, nga Bashkimi Evropian, po sepse ti e thu Europian. Europë. Mirë pra, sepse nuk është se tani unë shumë pak veta, në mënyrë se si flas, shumë pak veta di që kam marrë në Rom. Pra, domethënë që kam kaluar ca vitet momentet më të bukura të jetës, që janë 20-30 vjeç, unë kam kaluar në Rom me studime, me shkollën, mazet edhe doktoraturë. Tani, kthehesh dhe thot Toni Gogu, je euroskeptik ti. Unë euroskeptik? Pra, të fillon pastaj të kalon që atë fjalën në Europë, që këta që s'kan shku i ditë në Europë, të thonë ty që ti je euroskeptik. Pra, po ne s'kem filluar nga zero. Si është zero? Po ti s'ke arsim, e ke zero. Dhe i thuni bëj pyetje të thjeshtë, ore keni nga ju kalamajnë në shkollë publike? Jo, si kemi. Po që besimi kemi në të ky sistem? Smuret zvëndës drejtoresha, ose zvëndës ministra, e shëndetësisë, apo gjitha drejtorat, dhe ikin një shtetit. Po pse s'pas kemi besim në të kjo? Se kemi për tokë. Po shkojmë të spital Lushnjës, ka shëndetësi? Jo. Po të pjesa, që po të gjojmë për krimin organizuar? Ore, me gjithë të pallate që betu, me që to bestaf kulla, kur i ngre kokën shu shikon. Kush i beri këtu? Nga u bankë, si u bankë? Si 5.000 euro këtu në gjithë 5.000 euro metri katror? Nga u bë 5.000 euro metri katror? Shumë familje nuk, i ka dalë mamas time, ka dalë pensioni 123.000 lekë. E që do marrë atë me 5.000 euro metri katror tani? Ka shansë për shembull një hallexhi? Po me 120.000 lekë, a dilet në fund muaj? Nuk dilet. S'ka logjik. Pra kemi dy familjar, dy pleq, të cilët ka marrë 100 apo 90, 125, por nuk dalin fund muaj. Se 200 euro ka vajti dreksa. Po të vesh Tiranë, ku do lokal të vesh, do marrësh po të vesh te këto se gjithë do sfaltanete, se deputet lek, ne do vetë 200.000 lekë dreka. Ai tjetri merr muj. Imagjino dot se ku ka ndryshuar raporti, janë 70% e shqiptarëve që nuk bëjnë pushime. Po të shikosh plazhet e Divjakës, që është kerm fare. Aq i pastër, aq i bukur, aq madhështor është, nga ana tjetër po të vesh mënyra se si e mban pushteti lokal është kafshëror. Bëhet plazh atje? Po vjen njerëz nga hall, 2.000 lekë xhon atje. Merr bukë me vete, edhe me autobus. Si në kohën. Pra, është pa mundësi e shqiptarëve. Po, ti ke gjithë shefat e policisë, ti ke gjithë policat, shefat e policisë me 2 iPhone 17. Po dale Allah, ti po vërtet që me 700.000 lekë muj. Ato bën 2 telefone, bën 3 milion lekë. 5 muj punovet për 2 telefona, ti s'qove ka në mamas bukti. Po si ka mundësi? Doli të punovet 5 muj për këto, apo jo? Po, dakord. Marroj vitin tjetër del 18 në shtator, prap 2.18 këtë. Dale tani, gjithë këta, po të shikosh, po kaluj me xhamatzi, me targa tuaj ke policat gjithë, me makinat bukura, po dale se nuk shko. Nuk ka logjik. Po si e gjeti, nga i gjeti atë telefone? Kot me të pyet, nga i gjeti telefone? Ti po vërtet që kam 800.000 lekë në rrogën, po nga i gjeti telefona atëra? Mos po marrim tjera fare, po po them te telefonat që ke për ditëshmëri. S'ka më logjik, nuk hyn, nuk ka sens gjëja. Se këtu është bërë normë vjedhja. Prandaj dhe kur them, por ti ke hallexhin aty, ai del te tregu. Mu 80% e njerëzve marrin për spital. Për Tiranë,
puna ambulanca, aman të keqen këtu, aman të bëjnë rezonancë, aman të bëjnë grafi, do t'i thu që i doktorit më japi përgjigjen, se ma ka lënë në gusht vitit tjetër. Tashi, që të themi? I merr ai me patinë, arreston e fut burg, e ma 3 orë atje se për monopatin. Por pse? E ke kontingjent, s'ka dokument me vete, nuk e njeh. Jo, po pse alla monopatin? Po merr të mori mirë me monopatinën, po le robën e ujë, çe man 3 orë brenda, për çfarë do të 3 orë? Po arrestun 6 vete, kodi procedurës penale nuk e lejon, se thot mbi krime mbi 7 vjet mund të arrestosh. Nuk, ai arreston 16 vjeçar. Po çfarë doja prokurori për shembull? Kot, se nuk ka logjik. Pavarësisht vërtetave të hidhura që përmbajnë fjalimet e tua në parlament, ti e gaja sallën, edhe nga socialistët kanë parën. Absolutisht që po. Edhe ata qeshin. Shiko, po unë i them ka gjëra reale dhe biles i stucikoj sepse i drejtojmë dhe atyre të lushqis për gjëra që ata si kundërshtojnë dot. Pra janë gjërat kur nuk del njeri që më thotë që nuk është kështu. Sepse unë pjesën më të madhe të atyre gjërave kam tjetuar në vetën e parë. Pa beso këtë. Pjesën e gjërave që them, mënyra se si interpretoj është gjë tjetër. Ajo me pikërisht mënyra e interpretimit arrin ndoshta më bukur tek njerëzit, por kur ti flet për spitale dhe kur flet për fukarallëkun dhe thu flet për rrobën kur ti flet te fukarallëku tani kjo s'ka logjik, nuk ka sens. Patjetër që kam debat, unë kam debat brenda shtëpisë, për shembull, bashkëshortja ime boj bip pika. Kur gjëvelimet e mia në një do ta marr se ti gjithmonë se janë nisi shoqet, kolegë, shihet çka ka bë burri jot se çka ka thënë. Patjetër që duke më njohur atë thotë, "Ore, po pse rregulloje këtu? Ore, s'du të rregulloj, kështu e kam unë stilin tim." Pra, jo se s'diun të bëjnë diskurs politik apo juridik apo tulemi me norma dhe ligje, sepse pra ata kam studiuar. Por dhe 12 vjet pedagog kam qenë, 2 vjet në Kamës, na mbyllën për atë lushjes. Tani ç'a të them, si ta them për atë lushjes që na mbyllën. E kupton ti ç'ishte sensi? Thjesht nuk kemi ne kapacitete për ta marrë. Po ç'a kapacitete më bë? Me 10 biznesmen thojore, këtu po dhe juve do të shtohet puna. Atyre lokaleve që ishin ngjitur aty që ishte shtur puna, do kishin dhënë 1 milion lek për ta lyrat e top staff kullaj. Godin. Tani, nga të gjitha seansat plenare të dhunshme, po themi me kaos brenda parlamentit, nga ana e opozitës, ju keni qenë gjithmonë në vijën e parë. Po ajo që u bë më virale nga të gjithat ishte kur gishtat thuajse, kështu ka qenë apo jo? Ku që shava... Jo, që shave nga dhimbja pra? Nga dhimbja, patjetër. Ajo ka qenë një moment i sikletshëm, shava realisht, i kërkova ndjesë, kam disa herë ndjesë publike, sepse nuk është natyrën edhe për të ofenduar as më pak ato Jo, ishte justifikuar se po të dhimbte shpirti. Po them drejt ka dalë një gjë që më ka dalë dhe biles kur e ka parë dhe fillim ata çuna thanë, "Është na ofendove." I thash, "Ore, tani që marr frym, flasim ndryshe, por kur jep pa frym, ai ishte një moment sepse edhe ato druin ishte ato momente, ato prerset ato. Edhe por mbarova po them, domethënë ishte një moment që po vinte gjithë shtumë, po dhe thashë po ju ku po shtynit kaq me burrë dhe çe kishit atë burrë. Pra, shtyeshin 10 deputet. Plus se ishte një koleg. Po ti ndodh se dakor, po ishte një koleg. Po mirë tani, unë e kam logjikë as se mbaj veten as për të fortë as për të trim. Normalisht. Jo, po vuan kot pa rezultat dhe mund. Po mi pa rezultatet, pastaj janë pritshmëri, ne presim të ardhmen, pastaj nëse do dalë apo do dalë, pastaj kjo është pjesë që i takon shqiptarëve me qoftë të jepet mundësia të zgjedhin. Okej. Unë falenderoj shumë që të kisha. Ishte kënaqësi.